Edhe pse u luajt në mesjavë, kategoria e parë do të rikthehet me javën e 30 të saj me ndeshjet që do të luhen pikërisht ditën e diel. Flamurtari do të udhëtojë një transfert shumë të vështirë, atë që do të luajë përballë Burrelit ditën e diel në orën 14. Pas humbjes shokuese të mërkurën ndaj Pogradecit në shtëpi në shifra të 2-1, por edhe pas shkarkimit të trajnerit Agostinelli, Flamurtari tashmë udhëton drejt Burrelit me synime të qarta për të marrë fitoren dhe me një trajner të ri në bankinë. Artim Pollozhani do të drejtojë për herë të parë në një ndeshje zyrtare ekipin e Flamurtarit, ndërsa ka marrë drejtimin e ekipit vlonjat vetëm pak ditë më parë. Ekipi i Flamurtarit ndodhet në vend të dytë të renditjes në kategorinë e parë, i shkëputur 6 pikë nga kundërshtari më i afërt që është pikërisht Besa e vendit të tretë, dhe natyrisht do të kërkojë të ruajë këtë distancë, duke parë edhe faktin se janë ende edhe 4 ndeshje deri në përfundim të kampionatit. Për vlonjatët, humbja përballë Pogradecit solli edhe një frym të re dhe ndryshe në skuadër, kryesisht me largimin e trajnerit italian, ndërsa tashmë në krye të vlonjatëve do të jetë pikërisht Artim Pollozhani. Ndeshja midis Burrelit dhe Flamurtarit do të luhet ditën e diel në orën 14 në qytetin e Burrelit, një ndeshje shumë e rëndësishme për objektivat e Flamurtarit me qëllimin kryesor që ka vetëm fitoren.